Zoti Kurçi po dominon prapë me 80%. PDK-ja sa përqen? Asgjë do të shkoj, as 20%. Vetëm se i vjedhin votat, që janë shumë i vjedhin të kaluar. LDK-ja? Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë ka do zoti i lumtur. Po du me të pyet si ishe këto zgjedhje me rezultate për se cilën parti. Po sipas partive, Fillon prej Fatmirit apo prej Albinit? po shkojmë prej zotit Kurti, pasi që qytetarët ja dhanë votën, zoti Kurti po dominon prapë me 80%. Pasi që nuk u bëndën me nënë shkort, 80%. Pastaj, po do të shkoj, po edhe me 28 dhjetor e panë se prapë e morën votën. E një popull, 18 milion shqiptarë nuk janë çmendur kur ja besojnë ose jap votën. Këtu fitoj qytetari, fitoj Republika Kosovës. Madje parti tjera do të zbedhen, do të binë shumë poshtë, bili ka 10% më pak. Fuma, PDK-ja sa përqen? Asgjë do të shkoj, as 20%. Vetëm se i vjedhin votat, që janë shumë i vjedhin të kaluar. LDK-ja? Edhe kjo do të shkon dikon 30, ato duke i blerë votat. 30%? Hiç nuk shkon më shumë, s'ka shanse, ato i kanë blerë, biznes kanë bën me taksat qytetarëve. LDK-ja ka me pas rritje e PDK-ja romje. 100% gjitha partitë binë, kurse partia VV do të fitoj me shumë rezultat. Ramushi me Fatmirin? Asgjë do të bëjnë, edhe këta sepse kanë humbur autoritetin nga populli, këta kanë xhelozu, këta kanë vënë shtetin, 24 milion euro i kanë harxhu në për fushata, 4 parë zgjidhje i kena bën, i kena bind, jo kena plotsu dëshirat, prapë ta zbindën, çmenduri kanë kalu. Matematikisht, kur ti 80, PDK-ja 20, LDK-ja 30, 130, që s'ka shansë këto. Ka shansë, sipas me këtu, logjika që më thot mu, formulat që po i bajon, provën që pja qes, vetë vendosja do të ngritet prapë se prapë. Ose do të vinë ashtu në peshuar njëjtë. Prapë do të jetë njëjtë? Mund shkoj, por prapë vetë vendosja do ta ketë rezultatin bindë se prapë.